Jam kthyer në studio dhe siç u thash në hyrje, kam të ftuar sot tashmë miken time, miken e të gjithë shqiptarëve, personazhin më të dalluar të kulturës son, sepse në këto vite ajo me punën e saj ka dhënë aq ndihmes në kulturën dhe në albanologjinë shqiptare, sa do të duhej që këtë punë ta bënin disa institucione. Ajo vetëm ja ka dalë që për 30 vjet të zbuloj shqiptarët, sidomos në Venedik. Ajo është Lucia Nadin. Din. E dashura Lucia, mirë se erdhe në ADN. Cara Grazie, Adriane. grazie. Ajo që dua t'ju them në fillim është kjo, dhe do t'i lutesha regjis të vendoste spotin e dokumentarit. Më në fund, pas një viti, dokumentari që ne realizuam për ju do të shfaqet ditën e hënë. Çfarë mund të na thoni, çfarë mund të na thoni për këtë dokumentar dhe sipas ju çfarë ka mbetur akoma pa u rrëfyer nga historia e shqiptarëve në Venedik? Innanzitutto io devo Fillim, ringraziare dhe të falenderoj ma col cuore me zemër, sinqerisht, Iliri Zeiri che ha avuto, Ilir Izeririn, che ha inseguito per që ndoqi për vite të tëra këtë projekt dhe këtë ide, të përfaqësoj quelle che erano state le mie ato ricerche. që ishin kërkimet e mia. Innanzitutto Si un fillim, grazie davvero. të falenderoj nga Juve, zemra. dashur Lucia. La ringrazio. È una storia lunga, Është një histori e gjatë quella che Ajo viene që raccontata, tregohet, perché sepse è la storia është historia del trasferimento e transferimit di un forte numero një numër të madh njerëzish dall'Albania nga Shqipëria verso Venezia, drejt Venecias, così come avviene kështu si që ndodh edhe në zonat e tjera të Italisë, por në Venecia në mënyrë të veçantë, nella seconda metà del 400 në gjysmën e dytë të vitit 400, pas vdekjes së Skënderbeut, picchi chiaramente dopo il secondo assedio di Skënderbeut. pas pushtimit të dytë të Shkodrës. È una storia Është një histori di immigrazione, imigrimi o meglio di spostamento ose spostimi di un popolo, të një populli, të popullit shqiptar, në këtë rast të zonës së veriut të Shqipërisë, che era stato legato a Venezia që ishte i lidhur me Shqipërinë prej rreth një shekulli. Dhe kur ndodhin këto fenomene, transferimi për motive historike e tjerë që i përkasin historisë europiane dhe Adriatikut të viteve 400, ne nuk duhet të harrojmë se disa zona të Shqipërisë, Butrinti, Durrësi, Shkodra, Antivali, eccetera, erano da un secolo, ishin prej gati një shekulli da circa un secolo sotto il protettorato, così në protektoratin venecian. è Pra, una storia është një histori që ndërthuret, non è una semplice migrazione nuk është thjesht një migrim i di thjesht un popolo i një populli che va in un paese që altro, që shkon në një tjetër vend, popoli che si por dy popull e che avevano që cementato ishin takuar Librat dhe tuaj kishin krijuar e një keni rrëfyer në marrëdhënie. mënyrë të përkryer këtë gjë, pas edhe me dokumentarin që ne realizuam bashk, ju më dhatë mundësinë që të vizitojmë, të shohim ato vende ku shqiptarët e famshëm lanë gjumë dhe u bën pjesë integrale e kulturës veneciane, por le të shohim, le të presim tash ditën e hënë kur dokumentari do të shfaqet në RTS 1. Mirë, atëherë dashur Lucia, kalojmë në pyetjen e dytë dhe do t'i lutesha regjis të vazhdonte me pamjen 2. Ju keni ardhur këto ditë për shkak se fakulteti juve të huaja festoi për vjetorin e 40, në mos gaboj, të hapjes të fakultetit të juve të huaj, të degës italishte. Ju aty mbajtet edhe një kumtes, por do të doja me një përgjigje të përgjithshme. Çfarë ishte ky aktivitet dhe çfarë referuat ju aty? Ju aty referuat për një gjetje të re për mesharin e Gjon Buzukut, për Marin Barletin, Marin Barleti i rigjetur, një vepër që ju e keni botuar bashkë me Aurel Plasarin. Por në fillim dua të di çfarë ishte ky aktivitet. Si fillim ishte një aktivitet
come dire, molto coinvolgente shumë gjithëpërfshirës për mua, la facoltà di lingue sepse fakulteti i gjuhëve të huaja dhe në më të veçantë katedra e gjuhës italiane festonte 40 vjetorin e krijimit të saj. Io sono arrivata 10 anni dopo. Unë erdha pas 10 viteve që katedra ishte krijuar, kur është krijuar në vitin 1984, ndërsa unë erdha në Shqipëri në fund të viteve 1994. Kanë kaluar rreth 30 vite. Per me è stato Për mua un ritorno. ishte një rikthim Nella tua casa. në shtëpinë tënde. La Po, ragione per la quale io arsyeja pse unë erdha në Shqipëri dhe ero stata ishte destinata sepse isha destinuar a insegnare të mësoja si lektore dhe gjithashtu për të zënë letërsinë e gjuhës italiane në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja. e ti che tornava a casa, diciamo, no? Ecco, con tutto il peso Me gjithë peshën emocionale di questo ripercorrere quei të campi gjithë të rikthimit të viteve të kaluara që kanë qenë vite që kanë shënjuar jetën time La metà personale. della tua vita è la metà più bella della tua vita. Perché così tu dici, lei declara così. Io ho cominciato Unë kam filluar a occuparmi të di merrem altro, prima me mi diçka tjetër, occupavo solo di letteratura, më parë merresha vetëm me letërsinë italiane incontravo un altro paese, dhe më pas gjeta një vend tjetër, një tjetër kulturë, një tjetër histori, por që më pas u bë historia ime, sepse ishte historia e Shqipërisë që asnjë nuk ma kishte mësuar që ishte brenda përditshmërisë Unë së historisë së këtu mjafton Venecias. t'i kujtoj publikut disa nga zbulimet që ka bërë Luciana Din. Mos harrojmë që zbulimi më i madh që ajo ka kryer është ai gjetjes së statuteve të Shkodrës, të cilat të gjitha tregojnë në dokumentarin që ju do të shikoni ditën e hënë. Por tani unë kam dëshirë të kalojmë në një zbulim tjetër që keni bërë ju bashkë me profesor Aurel Plasarin për Barletin e rigjetur. Çfarë është kjo vepër dhe çfarë keni zbuluar ju aty? Innanzitutto fillim, l'opera è stata vepra scoperta da zbuluar 2 persone, nga dy da me persone, e da Aurel. Aurel nga Plasari. mua dhe nga Dhe do t'i lutesh Sofia regjist që të Plasari. vendose pamjen 3. Po. Lungo uno studio e una Për gjatë një studimi dhe bashkëpunimi që ka zgjatur rreth 20 vite, alla fine degli anni appunto 90 se në vitet 90 seguivamo 2 ndiqnim strade dy rrugë paralele, ma scambiandoci shkëmbenim informacione të vazhdueshme, të mundshme, gjetje dhe vazhduam paralelisht për më pas për të bashkuar në gjetjen e këtij shkrimi në bibliotekën kombëtare të Tiranës. Pra edhe dëshmi se si duke bashkëpunuar së bashku në një studim i ndarë me dy njerëzve in un certo senso il lavoro di ognuno. bashkon punën e secili dhe forcon atë. Është një zbulim që arritën të E çfarë bëjnë së zbuluat ju bashku. te ky libër? Abbiamo scoperto questo manoscritto Luam këtë shkrim che apre una që hap conoscenza një njohuri assolutamente nuova su të re Marlene Barleti. mbi Ora, Marlene però Barleti. pensate che non occorre che sia io che lo dica Nuk është e nevojshme që ta them unë në Shqipëri, se Marlene Barleti është ai që ka themeluar historiografinë shqiptare, është autori i parë i madh letërsisë dhe i kulturës shqiptare. È chiaro che Është e qartë se così se mi si concede nëse më lejohet poi il parallelo të bëj një paralelizëm, është siç është për ne italianët, sikur të kishim gjetur një Divina shkrim Komedia. Mund të vazhdoni edhe me pamjen 2 regjia, po. per dire për të l'importanza thënë se rëndësia e këtij autori, Marlene Barleti, është autori juaj, non ci sarebbero pa të cilin nuk do të kishin qenë migliaia poi di opere vepra të shumta në përshekuj. e nello stesso tempo Në të më kohë, è il vostro autore ai është autori juaj, por është autori që lejon të hysh nella letteratura në letërsinë europiane, a lui legato me të cilët lidhet
ai si autor, sepse ai ka treguar pushtimin e Shkodrës, ai ka treguar të gjithë historinë e Skënderbeut. Deri më tani, njihej dy vepra të Barletit të publikuara. Bëhet fjalë, e dim se italianët dhe shqiptarët e dim baza e gjithë historiografisë shqiptare, por edhe europiane, përmes historisë shqiptare. Mbajeni këtu po. Questa è la chiesa dove ha servito Marin Barleti. Kjo është kisha Piovene, Santo Stefano di Shën Stefanit, vicino alla città di Vicenza. që është afër qytetit të Vicenzës, Santo Stefano, dove fu nominato parroco nel u caktua prift në 1104. Dhe kjo datë është e rëndësishme, questo manoscritto ritrovato. ku do ta gjejmë në këtë dorëshkrim. Po, dhe çfarë zbuluat ju? Dorëshkrimi i ri që gjetët ju, çfarë përmbante? Allora, Mund ta vazhdoni regjia. Okay? praticamente se fino a oggi Nëse deri më sot njiheshin dy veprat e Barletit, e Marin Barletit, all'italiana, al latino, e da oggi in poi ci dovrà tani tenere conto che duhet të c'è una terza pasur parasysh që ka një vepër të tretë të Barletit precede la stampa del që vijon pas votimit, un'opera che più o meno që pak a shumë i takon viteve 1499 1499 per uno studio për një studim të brendshëm, quale noi për të sappiamo cilin dim si scrive ai shkrua Barlezio Marin Barleti, prift, quindi ecco perché ci si richiama alla chiesa in cui lui dhe për këtë arsye është dhe kisha ku ai u bë famultar, dedicata është vepra që dedikohet Venezia Doges së Venecias, që quhej Agostino Barbarin, i cili vdes në vitet 1501. è composta Kjo vepër është midis këtyre datave il 1494 pas 1494-s al massimo inizi del dhe rreth 1501. viteve E çfarë tregon në 1501. këtë vepër? Viene raccontato Në këtë vepër tregohet l'assedio di Scuta pushtimi i di Shkodrës, come è stato pubblicato nel siç është publikuar 1504, ma në in vitin una 1504, por në një potremmo version definirla giovanile, pak më të rafinuar, primissima versione. një version i parë, Cui Barletti në të cilën Barleti molto spesso quasi shpesh cronista, cioè racconta tregon giorno dopo ditë pas giorno, dite, racconta quello che tregon ato që ndodhte në Shkodër, le merci che potevano essere trovate tregtit per alimentarsi, dhe gjërat të cilat gjeshin Edhe për pamjen ushqyer, tre regjia Barletin, po. ushqimet i cibi che potevano essere a që disposizione. ishin në Cioè, ci sono dispozicion, delle pagine pra janë disa faqe të che veçanta spariscono që poi, zhduken më non pas, si leggono nell'opera nuk del lexohen në veprën e vitit 1504. Pra na bën të kuptojmë se nga njëra anë rrugtimi di un Marin i Marin Barletit diventa un umanista, që bëhet një humanist, le ta themi kështu ekspert, ma nello stesso tempo por të del njëjtën kohë Barletti che i da Barletit cronista, që raporton colui che viveva se giorno ai që per jeton dhe giorno ditë pas dite quello che stava raccontando ato që po tregonte dhe e shikonte ato që po tregonte, poi invece lo dhe më pas storico che historiani dà una veste që jep një tjetër këndvështrim letrar, zyrtar, così più më importante të rëndësishëm veprës. Unë kam lexuar aty që edhe në parathënie që kjo hedh poshtë pastaj edhe atë polemikën që ishte midis Marin Barletit dhe Marin Beçikemit për autorsinë e veprës, më duket. Kjo tregon që Marin Barleti jo vetëm që është autori i rrethimit të Shkodrës, por e tregon me vepra që ai me këtë ngjarje është marrë për një kohë të gjatë, apo jo?
Lui intanto abbiamo la testimonianza Kemi dëshmin che lui ha partecipato që ai ka marrë al pjesë secondo assedio di në pushtimin e dytë të Shkodrës. ma abbiamo la testimonianza kemi di una dëshmi sua partecipazione të proprio quotidiana marrjes pjesë së tij con questa attenzione a përditshmërisë, raccontarci pasi ai tregon në detaje atë që ndodhte dhe se si jetohej, se çfarë konsumohej. Pra, është një Karim Barleti që tregon dhe kuptojmë rrugtimin nga Atëherë për ta tregimin në pas histori. këtij zbulimit tuaj dhe të profesor Aurelit, ne tani mund të deklarojmë me plot gojën që nuk kemi më 2 vepra të Marin Barletit, po kemi 3 vepra të Marin Barletit. Dhe tani kalojmë tek pyetja e tretë. Ju vazhdimisht merreni me arkivin dhe zbuloni, kërkoni aty pikërisht këto lidhjet e Shqipërisë me Venedikun. Tani në fund më keni treguar që po merreni me dominikanët dhe rolin e tyre në Durrës, dhe do t'i lutesha regjisë të vendosë pamjen 4, në mos gaboj, dominikanët. Si ka nisur ky interesi juaj dhe çfarë keni zbuluar? Questo è un interesse. Mbaj pak këtu. Il zot George Frendo, që ex archivescovo dell'Albania, dice in un scritto che un prete domenicano era la guida di Skanderbeg. Po, mund ta vazhdoni. Innanzitutto anche questa volta Edhe këtë herë punën e kam ndarë me një tjetër person, me një djalë të ri dhe studiues, Arben Dreca. Arben Dreca? Arben Dreca, që është vllai i profesor Ardianit, miku tonë. vllai i profesorit ton, që ai po merren me dominikanët dhe tani po bashkojnë së bashku këtë punë të përbashkët, siç ndodhi me Marin Barletin, edhe për këtë ngjarje të dominikanëve ka disa gjurmë, nuk është një zbulim si në rastin të shkrimit, por ekzistojnë disa gjurmë të historisë së dominikanëve, por për herë të parë i jepet një kronologji e plotë në mënyrë të veçantë. Unë kam gjetur një ngjarje të veçantë që lidh dominikanët e Durrësit me dominikanët e Venecias. Në disa objekte, dhe kjo do t'jetë gjëja më e bukur dhe më e rëndësishme dhe më e re, në disa objekte që i përkisnin dominikanëve të Durrësit, dhe më pas vitit 1501, pasi ndryhet pushtimi venecian mbi Durrësin, këto objekte transportohen në Venecia. Dhe nga këto objekte fetare kam arritur të gjej njërin që ende sot mund të shihet në Bazilikën e San Marcos. Jashtëzakonshëm. È una cosa emozionante. Është emocionuese, për se mund të themi se ky objekt, Çfarë është, nëse mund të na e tregoni, çfarë është ky objekt? Che cos'è? Sì, non vorrei dire tutto perché Do të thojë gjithçka, sepse do të leja diçka, do të thënë për ta zbuluar, do të dali në janar ose shkurt dhe është në fazën e botimit, por kryesisht ne dimë se në gjithë periudhën e mesetës në Europë, Shqipëria bënte pjesë e sistemit evropian, ekzistoni një kulti veçantë objektesh të shenjta që ishin nga tradita të lidhura ose nga mbrojtësin e kishës ose të shenjtëve të tjerë që gjendeshin në kishat. Por gjithë kjo e dim se edhe nga Shkodra
të cilin e kisha kuptuar edhe më parë, kam ardhur në Venecia, shumë relike dhe objekte të shenjta. Sono andati dove a finire? Sono andati a finire per esempio Dhe tashmë gjenden në kishën Frali në Venecia, por nuk janë kataloguar. Por tani si mund të bëhet për ta dalluar nëse ai objekt vinte nga një vend ose nga një vend tjetër? Në këtë rast, të dominikanëve ekziston dokumenti dhe gjithë rrugtimi i bërë. Se mund të themi që ky objekt që bën pjesë i thesarit të San Marcos ishte objekt që vinte nga Shqipëria, sepse ishte Nëse mund të na e tregoni për teleshikuesit tanë, çfarë keni zbuluar tjetër duke parë dokumentet e dominikanëve që erdhën, që lanë Durrësin për shkak se Durrësi ra në 1501, ra në zotërimin e turqve dhe ata u transferuan erdhën në Venedik. Çfarë sollën me vete nga dokumentet tuaja? A mund të krijohet ndonjë ide se si ishte Durrësi asaj kohe? Vedi, è una cosa importantissima. Ishte një gjë shumë e rëndësishme, që nuk i përket vetëm historisë fetare, por të qytetërimit. Më falni se po ju ndërpres. Skuza che le interrompo. I zot Gheorghe Fendo thot që në këtë kohë në Durrës, prej fretërve dominikan, ishte i hapur, funksiononte edhe një kolegj. Certo. E Sigurisht, se si legge la storia nëse lexohet historia e dominikanëve, që është shkruar në 700-ën, si viene a sapere zbulohet se che doveva esserci un centro proprio duhet të ekzistonte një qendër për hapjes së kulturës në Durrës, por ndoshta edhe në Shkodër, sepse kur flitet për dominikanët, të thotë se po flitet për disa persona që ishin predikues, që duhet të përhapnin fjalën në këtë rast fetare, por ishin transportues të kulturës, të njohurive ideologjike, të periudhës mesjetare, që ishte ndërthurur me fen, por do të thotë se ekziston disa qendra kulturore shumë të rëndësishme në Shqipëri gjatë periudhës së mesjetës, dhe mendohet se edhe në Shkodër mund të ekzistonte. Ne tani kemi gjetur dokumentacione për Durrësin, por edhe në Shkodër, sepse Marin Barleti, kur thotë Magister Bartolomeus, cioè maestro Mjestri Bartolomeo, una concione, una predica, come dire, un incoraggiamento. Potremmo adesso pensare che si trattasse se bëhet fjalë për një predikues, siç përcaktohet teologu dominikan. Atëherë, për ta përfunduar, e dashura ime Lucia, ju me zbulimet tuaja, me statutet e Shkodrës, ju na keni dhënë mundësinë që të shikojmë një qytet që në atë kohë nuk ishte më pak se qytetet e tjera të zhvilluara të Italisë, të themi kështu perëndimore. Tani me këtë zbulim që po bëni, me këtë kërkim që po bëni, e njëjta gjë thuhet edhe për Durrësin. Nga këto dy, si të thuash, veprimtaritë tuaja, çfarë përfundimi mund të arrijmë për Shqipërinë mesjetare, me një fjali të shkurtër, me një fjali të plotë, për ta përmbyllur? Shqipëria e mesjetës, gjithë bregdeti Shqipërisë, ishte një vazhdimsi, sepse nga Veriu Arien dhe më pas në Venecia dhe më pas në Itali, nëse kemi përpara një hartë gjeografike, kuptojmë se si gjithë Adriatiku ishte një lloj rrethi brenda të cilit gjendeshin të gjitha qytetet përballë njëra tjetrës, midis dy brigjeve të një vendi dhe një tjetri. Pra Adriatiku me dheun ishin zemra e Shqipërisë.
Prandaj Shqipëria ishte brenda këtij rrethi kulture europiane dhe mesetare. Gjithçka që gjehet shërben për të forcuar këtë pamje të një Shqipërie europiane. Dhe kjo fal punës tuaje, dashur Lucia. Unë të falenderoj shumë që ishe në ADN. Shpresoj që takohemi përsëri dhe shpresoj që dokumentarin tjetër ta bëjmë pikërisht për dominikanët, për Durrësin dhe për dominikanët. Faleminderit që ishe në ADN. Faleminderit. Dhe tani do të kalojmë në pjesën e dytë.